Kemi hyrë në një fazë të re në historinë e forcave tona të armatosura. Kapitulli i ri është jo vetëm fuqizimi i gjithë sistemit tonë mbrojtjes, por rilindja e industrisë sonë ushtarake. Për këtë janë hedhur një sër hapash dhe këtë javë u hodh një tjetër hap. Partneriteti me Fincantierin ushtri në një partneritet edhe me shkollën industriale Pavarësia të Vlorës. Pasi në kantierin e ri të Pashalimanit, baza e re prodhuese do të kërkojë 500 të reja, të rinj, teknik, inxhinier, informaticien, dhe për këtë arsye është bërë kjo marrëveshje dhe do të fillojë paralelisht me ndërtimin e kantierit dhe puna për trajnimin e të rejave dhe trimëve që do të përzgjidhen nga Fincantieri Albania. Ata do të trajnohen qoftë në Pashaliman dhe qoftë në kantierin MØM të kompanisë globale të ekselencës italiane në brigjet e Italisë. Një tjetër moment për të shënuar nga java ishte vizita në Bochum të Gjermanisë me ftesë organizatorëve të samitit ndërkombëtar të teknologjisë Ruhr Summit, ku isha i ftuar për të prezantuar transformimet që kemi bërë në Shqipëri me digitalizimin dhe mënyrën se si e kemi modernizuar dhe po e modernizojmë qeverisjen përmes digitalizimit dhe sfundmi edhe përmes futjes në përdorim të inteligjencës artificiale. Një tjetër moment në atë vizit ishte takimi me kryeministrin e Landit, Hendrik Wurst, një ndër figurat më të spikatura të CDU-s gjermane, dhe një mik i interesuar për zhvillimet në Shqipëri, për ecurinë e procesit antarësimit të Ballkanit Perëndimor, me cilin folëm qoftë për këtë aspekt, pra për mbështetjen e Gjermanisë në mbylljen e kapitujve të negociatave, qoftë dhe për zgjerimin e marrëdhënies bilaterale me Gjermaninë edhe përmes marrëdhënieve me rajonet. Por padyshim që qershia mbitore të kësaj vizite ishte ajo e papritura në intervistën me gazetaren e seksionit ndërkombëtar Deutsche Welles, ku për hir të vërtetës u surprizova nga mënyra se si gazetaria e kishte gëlltitur tërësisht çorbën e të pavërtetave lidhur me Zvërnecin dhe lidhur me marrëdhënien mes qeverisë dhe kompanisë që përfaqësohet nga Jared Kushner, duke mos e fshehur ajo se i përkiste kampit të gjerë të gjithë atyre që e kthyen Shqipërinë në një arenë për të bërë luftën e tyre me Trumpin, qofshin në Amerikë, qofshin në Australi, qofshin edhe në Europë. U përballa me pyetje të tipit që si mund të privatizohet, të shitet toka publike, gjë që as nuk ka ndodhur, as nuk ka arsye të ndodhë. Zvërneci është tokë private, Sazani është tokë publike, ku ende nuk kemi mbyllur marrëveshjen, pikërisht sepse ne po negociojmë partneritetin dhe shteti që do të jetë gjithnjë pronar i tokës, do të duhet dhe për të realizuar marrëveshja do të jetë ortak në sipërmarrje. Pra as nuk është kërkuar në një shitje e tokës publike. Pastaj gjithë pjesa që ka të bëjë me zonat e mbrojtura, me kapitullin 27, me sa jemi ne të vetëdijshëm apo çfarë jemi ne në gjendje të sakrifikojmë deri dhe vetë Bashkimin Evropian për të bërë projektin. Një hata e madhe logjike, ndërkohë që historia është fare thjesht. Cili do që e ka shumë të qartë ose e ka pak të qartë, faktin që unë jam këtu për të udhëhequr Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, faktin që ne kemi një mandat popullor shumë të fortë
për të realizuar këtë mision historik, faktin që ky mision historik nuk është i krahasueshëm dhe i barazvlefshëm me asgjë, e ka të qartë shumë edhe faktin që nuk ka asnjë shans që Shqipëria të bëj hapa, të bëj zhvillime që bien ndesh me standardet dhe kriteret e Bashkimit Evropian. Dhe në rastin konkret, e gjitha është një vorbull e cila përzihet për qëllime që tani më janë qartësisht të tjera, ndërkohë që ne jemi të detyruar nga ato standarde të bëjmë vlerësimin e impaktit mjedis, gjë që po e bëjmë. Jemi të detyruar nga ato standarde që t'i përgjigjemi të gjitha kritereve të Bashkimit Evropian. Pra, si thuaç, siguresa për të gjitha ata që janë të shqetësuar është aty. Është pikërisht Komisioni Evropian, i cili deri tani është njohur në vimësi me faktet, edhe nuk ka asnjë sens alarmi, sepse është shumë i qartë që gjithë procesi do të bëhet në harmoni me procesin e monitorimit nga Komisioni Evropian. Kryeshënimi i javës ishte pa diskutim akti normativ i qershorit, ku edhe një herë tjetër ekonomia, e cila po rritet përtej parashikimeve, duke sjellë të ardhura përtej parashikimeve, na dha mundësinë që të dalim me një sër masash në shërbim të drejt për drejt të njerëzve dhe në respekt të gjitha atyre që kërkojnë me shumë të drejt akoma më shumë nga qeveria dhe nga shoqëria përmes qeverisë. Aprovuam një bonus për pensionistët, një kujtesë këtu se duhet kujtuar hera herës në një gjë, edhe pse kujtesa bëhet gjithmonë më e shkurtër dhe gjithmonë më shumë janë ata që nuk duan t'ia dinë se nga po vim, por e thot bukur Churchilli që kush harron se nga po vjen nuk ka iden se ku po shkon. Kujtesa është që vjet u tha që bonusi i pranverës për pensionistët, i cili kishte të njëjtën logjik, pra rritjen e ekonomisë dhe parimin që në momentin kur ekonomia rritet dhe ne arrim t'i plotësojmë ato që kemi parashikuar e na mbetet diçka, ajo që mbetet duhet ndahet me ata që kanë më shumë nevojë dhe pensionistët janë në radhë parë. Ata e bënin për fushat, thanë. Jo, ne nuk kemi asnjë fushat, fushatën tjetër e kemi në 2029, kështu që pensionistët morën një tjetër bonus ku u fut edhe çdo qindark e përfituar nga rritja e panatyrshme e çmimit të naftës si rezultat i krizës së luftës mes Shtetit Bashkuara, Izraelit dhe Iranit dhe asaj që ndodhi në rripin e Hormuzit. Pra, ne nuk futëm në buxhet asnjë qindark që erdhi më shumë nga taksat mbi naftën, por u dham ato pensionistëve. Po kështu ne vendosëm në dispozicion të smurve me kancer 15 milion euro të tjera për medikamentet e tyre. Dhe vendosëm po ashtu rritjen e pagave të mjekëve të urgjencës, heroin të vërtet. Vendosëm rritjen e garancisë sovrane për programin kombëtar që fillon shpejti të dyfishimit të ndërmarrjeve. Vendosëm dyfishimin e mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar, vendosëm dyfishimin e mbështetjes për fëmijët me aftësi të veçanta. Kujtoj se vjet fal edhe një gafe që u bëra, për cilën kërkova ndjesë, u bë problem çështja e fëmijëve autik. Unë u zotova në ato fushat se do ta dyfishonim mbështetjen për ta dhe e bëm. Ashtu si kundër, u dham edhe kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar apo të fëmijëve me aftësi të veçanta një mbështetje që ata e kërkonin prej kohësh, pa llogaritur këtu pastaj edhe pjesët e tjera që shkuan
në drejtim të zhvillimit rural dhe të zhvillimit urban. Ky është një kryeshënim që nuk zuri shumë vend, sepse dihet se me çfarë po merret i gjithë sistemi i komunikimit dhe informacionit në Shqipëri, ndërkohë që nga ana tjetër unë jam shumë i vëmendshëm dhe një ekip i tërë po dëgjon me shumë vëmendje gjithçka që duhet dëgjuar nga protesta e bulevardit, e cila ka dy shtresa, ujin e rrjedhshëm të gjithë atyre që dolën sinqerisht dhe që janë sinqerisht të shqetësuar apo që kanë halle reale, dhe korja e zezë e gjithë dështak zemrakëve të ardhur nga gjitha rrugët e jetës që kanë krijuar një situatë konvulsive ku janë shfaqur dhe elementet e pashmangshëm të dhunës në këto raste, pasi kur shkon mbas beri hajt në fund të del përpara muri. Dhe në shënimin e fundit do të prek dy momente që duket sikur s'kan lidhje me njëri tjetrin, por në fakt janë të lidhur dhe i lidh pikërisht modernizimi, transformimi dhe rinia. Kemi dyfishuar programin e startupeve, financimi nga 3 milion euro të parashikuara ka shkuar në 6 milion euro mbështetje, pasi jemi gjendur përpara një rritje befasuese të numrit të aplikimeve në programin Startup Albania. E kemi nisur atë program me më pak se 100 aplikime dhe këtë vit jemi gjendur me më shumë se 1200 aplikime. Kjo na ka vendosur në pozicionin e detyruar që t'i përgjigjemi të rejave dhe të rinjve me një dyfishim të volumit financimit, dhe ndërkohë kemi komunikuar me ta dhe u kemi thënë se në rast se aplikimet do të vazhdojnë të rriten me këtë trend, edhe mbështetja po ashtu do të vazhdojë të rritet po sipas këtij trendi. Në ndërkohë që po të rinj kanë qenë protagonist të një momenti tjetër të rëndësishëm në rrugën e transformimit të forcave tona të armatosura, çeljes së dyerve të shkollës kombëtare të fluturimit. Shqipëria kalon në një fazë të re me forcat e veta ajrore, duke u bërë një platformë e trajnimit dhe e certifikimit të pilotëve për forcat e armatosura. Është një shkollë kombëtare e fluturimit që do të mirëpres edhe kadet nga Kosova edhe nga dy vendet e tjera anëtare të NATO-s në rajon, Maqedonia e Veriut dhe Malizi, e patjetër edhe pastaj nga cili do vend tjetër aleat. Shkolla është një hap tejet i rëndësishëm, i realizuar në partneritet me një tjetër kompani të ekselencës në botën e industrisë ushtarake, Elbit Systems nga Izraeli, dhe pjesë e partneritetit është dhe kompania jonë shtetërore Kajo, e cila tani më është kthyer në një epiqendër të zhvillimeve transformuese në industrinë tonë të mbrojtjes, rilindjes cilës vazhdon.